Si hakerët vodhën $1 miliard nga bankat. 10 korrik 2016. Dy burra po hyn në hyrje në një banke në Taipei. Ata mbajnë maska mjekësore dhe kapele peshkatari. Njëri prej tyre ruan hyrjen, ndërsa tjetri qëndron para bankomatit. Megjithatë, ai nuk bën asgjë. Ai nuk tërheq para me kartë, as nuk përpiqet të jetë në erë. Ai thjesht pret. Dhe pastaj ndodh diçka kurioze. Bankomati fillon të nxjerr kartë moneda pas kartë monede. E tëra çfarë duhet të bëjë është të mbledh paratë. Ndërsa një i huaj afrohet, ata menjëherë ndërpresin dhe largohen. I huaj do të gjejë paratë aty. Edhe pse nuk duken tamam si të tilla, ai thjesht hyri në një grabitje masive. Ndërsa ata dy burra mblodhen paratë e tyre, 20 të tjerë bën të njëjtën gjë në deg të tjera. Kjo është vetëm një copë enigme e një operacioni më të madh, një sulm 2 vjeçar i sofistikuar që tronditi sistemin financiar global në thelb. Më shumë se 100 banka në mbi 30 vende, me fonde të vjedhura që arrin në afërsisht 1 miliard. Një nga grabitjet më të mëdha bankare në histori e orkestruar nga hakerat, grupi Karbanak. Ata udhëhiqen nga një mendje pakapshme, por në këtë natë në Taipei, ai dhe ekipi i tij bën një gabim të rëndësishëm, një gabim për të cilin do të paguajnë një çmim të lartë. Ngjarjet aktuale të këtij sulmi janë të njohura, por emrat e bankave të sulmuara dhe punonjësve të përfshirë nuk u zbuluan kur. Pra, për të treguar këtë histori, krijuam Maksim. Kaq ishte. Është 8 prill, një e martë e zakonshme. Ai punon në një bankë ukrainase. Është një punonjës shumë i respektuar, por ka një zakon të keq të mos instalojë përditësimet e Windows. Ndërsa pi kafen e tij dhe mendon për recepcionisten që e pëlqen, vjen një email nga kolegu i tij. Është nga Sergej, kolegu i tij. Posta ka të bashkangjitur një dokument Word. Tërkthehet si pajtueshmëri me ligjin federal 115, datë 17/2/2014. Tingëllon mjaft e rëndësishme. Maksim klikon mbi të, ai e lexon, e mbyll dhe vazhdon ditën e tij të zakonshme të punës. Disa muaj më vonë, Maksim është ulur në një takim. Shefi i tij duket i shqetësuar. Disa nga bankomatët e bankës së tij filluan nxjerrin kartë moneda në kohë të rastësishme të ditës. Duket sikur kushdo që ishte me fat të shfaqej në kohën e dur, mund t'i rëmbente paratë. Banka mund të jetë viktimë e një sulmi kibernetik. Punonjësi duhet të veprojnë me kujdes dhe të shmangin emailët e dyshimta. Emaile, takime, stres, sulme kolosale. Për shumë njerëz është e njëjta histori çdo ditë. Por çfarë ndodh nëse doni të hiqni dorë dhe të ndërtoni diçka tuajën? Udu është një platformë gjithëpërfshirëse që ju jep gjithçka që ju nevojitet për të menaxhuar biznesin tuaj. Seksioni i reklamave është i ndërprerë, por jo i rishikuar. Banka punësoi Kaspersky për të hetuar problemet e tyre. Të gjitha bankomatet tuaja janë bosh. Ju e dini që diçka ka ndodhur. Ky është Yevgeni Thor Thunder. Ai ishte pjesë e ekipit të çështjes. Ai kontrollon disjet e forta të bankomateve të prekura për programe keqdashse dhe nuk gjen asgjë. Asnjë aktivitet të dyshim, asnjë gjurmë për të ndjekur. Disa muaj më vonë, Thor merr një telefonat në mes të natës. Është ora 3 e mëngjesit. Është një menaxher llogarie që punon për një bankë të madhe ruse. Ai thotë se Thor dhe ekipi i tij duhet telefonojnë sa më shpejt dhe mundur personin e tij të IT-s. Disa minuta më vonë, një nga kolegët e Thor në Kaspersky shfaqet në një bankë në Rusi. Personi i IT-s në vend është në panik. Dikush ka fituar kontrollin mbi kontrolluesin e domenit të tij. Kjo është zemra e rrjetit të serverave të tij. Nëse kontrolloni kontrolluesin e domenit në një mjedis Windows, në thelb kontrolloni gjithçka. Dhe pa një arsye të mirë, ai po dërgonte dhëna në kin. Specialisti i Kaspersky fillon të kërkojë menjëherë për programe keqdashse. Në fund, ai gjen një software që ju lejon të shikoni dhe kontrolloni një kompjuter nga distanca. A mund të jetë që ndërhyrësi po e shikon atë tani? Ati i vjen një ide. Ai jap një dokument Word dhe shkruan fjalën ruse për përshëndetje. Ata presin disa minuta, nuk ndodh asgjë, pastaj papritmas kursori lëviz dhe shfaqen shkronja. Hakeri u përgjigj. Do të duhet pak kohë
por përfundimisht ekipi Kaspersky e gjen malwarein, është i ngjashëm me trojanin Kerber, një skedar konfigurimi i malwareit quhet Anak, kështu që ekipi vendos ta quajë Karbanak. Ky incident në bankën ruse i dha thorit dhe kolegëve të tij të dhënat se çfarë po ndodh. Dhe ata e lidhen të gjithën me ato bankomate të akuara në Ukrainë. Tani ata mund të rindërtojnë mënyrën se si veprojnë hakerat e Karbanak. Pra, le të kthehemi pas. Ky është një nga hakerat Karbanak. Përsëri është 8 prill 2014. Ai tashmë ka hyrë në llogarinë e emailit të Sergejit, por dëshiron qasje në kompjuterin e Maksimit. Kështu që ai dërgon këtë email me atë bashkangjitje. Skedari Word shfrytëzon dobësitë në Microsoft Word për të shkarkuar programe keqdarse që përmbajnë derën e pasme. Hakeri tani ka qasje në distancë në kompjuterin e Maksimit. Hapi tjetër, të fitoj qasje në të gjithë rrjetin. Dhe ai e di saktësisht se si ta bëj këtë. Hakeri instalon një program specifik në kompjuterin e Maksimit, i cili e ngadalëson atë, duke e frustruar Maksimin. Kështu që ai telefonon IT-n që të vijë dhe të kontrollojë. Derisa të mëri personi IT-s, hakeri ka instaluar një regjistrues çelësash. Në këtë mënyrë, ai do të jetë në gjendje të shohë gjithçka që shkruan në tastierën e Maksimit. Djali i IT-s fillon të hetojë. Për ta bërë këtë, ai duhet të shkruajë fjalëkalimin e administratorit. Dhe bingo, hakeri merr fjalëkalimin e administratorit. Ai e provon atë në kontrolluesin e domenit dhe po, është e njëjta gjë. Tani ai mund të kërkojë kompjuterin në rrjet që kontrollon transfertat e parave dhe bankomatet, por ai nuk sulmon menjëherë. Në vend të kësaj, për muaj të tërë ai vëzhgon në eshtje punonjësit që menaxhojnë transaksionet. Pasi e kupton plotësisht procesin, ai vazhdon të vjedh parat. Grupi Karbanak zhvilloi 3 metoda të ndryshme. Një mënyrë është të transferojë para nga të ashtu quajturat llogari menaxhimi transaksionesh në llogaritë e tyre. Për të shmangur dyshimet, ata i rrisin balancat me shumën e vjedhur paraprakisht, duke mbajtur totalin të pandryshuar. Meqense bankat kontrollojnë llogaritë vetëm çdo 10 orë, transfertat kalojnë pa u vënë re. Një mënyrë tjetër është të marrësh kontrollin e bankomateve specifike, për t'i lejuar ato të derdhin kartë moneda direkt në duart e paguesve të parave. Këta janë burra të punësuar përmes mafjes Movian, që bledhin parat dhe u dërgojnë shefave të tyre. Në këmbim, ata marrin një pjesë të vogël. Metoda e tretë është më e sofistikuar. Hakerët krijojnë disa llogari bankare në emrat e paguesve të tyre të parave, duke përfshirë kartat e debitit. Pastaj ata sigurohen që të gjithë të kenë të njëjtën shumë të vogël me vete, le të themi $3.33. Pastaj ata përditësojnë bazën e të dhënave të bankës, duke shkëmbyer ato $3.33 për $1 milion. Papritmas, të gjithë paguesit e parave kanë $1 milion në llogaritë e tyre bankare. Tani ata thjesht përdorin kartat e tyre të debitit për të tërhequr parat. Si një efekt ansor i përditësimit të bazës së të dhënave, disa klientë bankar të falimentuar papritmas do të zbulojnë se janë milioner. Sa më mirë që ekipi i Kaspersky i kupton metodat e grupit Karbanak, aq më shumë fillojnë të kuptojnë se sa kompleks është ky operacion. Kaspersky bashkëpunon me Europolin, bankat kryesore evropiane dhe agjencitë të ndryshme kombëtare të zbatimit të ligjit për t'i ndjekur ata. Ata janë në gjendje të rrëzojnë disa nga serverat e tyre, por më pas hakerat fillojnë të përdorin mjete të ndryshme dhe vazhdojnë të punojnë në radar. Deri në fillim të vitit 2015, Karbanak ka grabitur të paktën 100 institucione financiare në pothuajse 30 vende. Shumica e viktimave janë në Rusi, por edhe në SBA, Kinë dhe Evropë. Brenda 2 viteve, ata vjedhin afërsisht $1 miliard. Ata duken të pandalshëm, derisa dikush të bëj gabime. Bobi i fsheh paratë e tij. Banka e parë raportoi se mbi 70 milion në të u tërhoqën në mënyrë të palishme. Tërheqjet u bën si në Taipei, ashtu dhe në Taichung, në 34 bankomate dhe 20 deg. Në korrik 2016, Karbanak sulmoi të ashtu quajturën banka e parë në Taipei, por policia tajvaneze është e shpejtë në hapa, shumë e shpejtë. Të paktën 500 oficer policie kontrollojnë pamjet e kamerave të sigurisë nga bankomatet dhe përsëri në hotelet e të gjithë të dyshuarve. Janë 22 mushka parash, shumica prej tyre rus, pjesa tjetër nga vendet e Evropës lindore.
19 prej tyre janë mbathën me sukses nga Tajvani, por 3 mbeten në vend me parat. Fytyrat e tyre janë kudo në media, për të shpëtuar, ata duhet të heqin qafe parat disi. Policia sekuestroi çantën e dytë dhe kërkoi për mushkat e tjera të parave. Një burr i quajtur Bobby fshei pjesën tjetër të parave në 2 valixhe dhe i vendos ato në 2 dollap në stacionin kryesor të Taipei. Menjëherë më pas, 2 burra të tjerë nga Evropa Lindore mbërrinë në Tajvan dhe marrin valixhet nga stacioni. Ata shkojnë në një hotel për të ngrënë drek, ndërsa ulen ndërpriten nga policia. Rënja një mendjeje të madhe. 6 mars 2018. Ky është Denis, ai është ukrainës, por tani jeton me gruan dhe djalin e tij në Alicante, Spanjë. Ai është një person mjaft i mbyllur, nuk del nga shtëpia. Tani për tani, si zakonisht, ai po kodon programe të reja keqdarse. Ai është një nga më të mirët në zanatin e tij. Për të mbajtur një profil të ulët, ai bën pjesën më të madhe të shpenzimeve të tij në Bitcoin. Në atë kohë, ai ka një pasuri prej 15 Bitcoin në vitin 2018. Kjo ishte afërsisht $162 milion. Sot do të ishte më shumë se 1 miliard. Por ka disa gjëra që Bitcoin nuk mund i blej. Jo shumë shitës makinash ose shtëpish pëlqejnë të paguhen në monedën digjitale. Kështu që ai duhet të përdor para të vërteta për t'i bler këto, gjë që lë gjurmë. Ne mendojmë se kishte një ekip mjaft të madh, të paktën midis 10 dhe 30 personave, që ishte në gjendje të realizonte këtë skemë. Mund të gjesh të njëjtin kod të përdorur nga grupe ndryshme dhe është shumë e vështirë, si një studiues sigurie, të dish ndryshimin, cili grup po përdor cilin kod. Sepse kodi është shumë i ngjashëm, është shumë e vështirë të arrestosh një pjesë kodi. Në fund të vitit 2018, u arrestuan 3 ukrainas, të cilët dyshohet se ishin gjithashtu të përfshirë. Carbanak, Joker Stash, Carbon dhe Cobalt Spider. Ekspertët dyshojnë se këtyre kriminalëve kibernetik rus u është dhënë liri e plot nga qeveria ruse për shkaktuar kaos në botën perëndimore. Banka e Maxim humbi miliona. Siç e dim tani, kjo mund të ishte shmangur lehtësisht. Grupi Carbanak shfrytëzoi një dobësi në Microsoft Word, një që ishte rregulluar tashmë 3 vjet më parë, por Maxim ishte shumë i shpërqendruar për të instaluar ato përditësime të Windows. Pra, mbajeni sistemet tuaja të përditësuara. Kjo mund t'i kursej punëdhënësit tuaj disa miliona.